A është Fero sërish në krizë personale? Dhe apo e përdor fen për marketing? Fero duket se po kalon një tjetër periudhë të paqartë në jetën e tij personale. Së fundmi janë shtuar zërat për një ndarje edhe nga gruaja e tij e dytë, ndonse vetë reperi nuk ka bërë ende ndonjë deklaratë zyrtare. Pas një periudhe ku ai deklaroi se kishte lënë pas jetën artistike, madje premtoi dise për romantizëm dhe kërkoi falje publike për tekstet vulgare të mëparshme, rikthimi i tij në muzikë ka habitur publikun. Kujtojmë se martesa e parë e Feros me modelen Arbenita Ismaili ishte gjithashtu e mbushur me tension dhe drama publike, veçanërisht për plasja për kujdestarinë e vajzës së tyre. Fero kishte akuzuar Arbenitën se nuk i lejonte të takonte vajzën, çka e shndërroi marrëdhënien e tyre në një përballje të zgjatur dhe të ekspozuar ndaj publikut. Por tani, fansat po pyesin, çfarë po ndodh me Feron? Ai u rikthye në muzikë pa asnjë sqarim konkret për rrugtimin e tij fetar, të cilin e kishte ndjekur me shumë zë dhe pasion. Gjatë asaj periudhe, ai u shfaq si një besimtar i devotshëm, madje u pozicionua si një predikues i fesë islame, duke dhënë leksione për moralin dhe largimin nga muzika dhe jeta publike që sipas tij ishte e dëmshme. Ndërsa sot, rikthimi i tij në muzikë është i fortë dhe i shoqëruar me klipe e imazhe që shpesh bien ndesh me vlera që ai predikonte më parë. Edhe pse tekstet nuk janë aq eksplicite sa më parë, spotet muzikore dhe imazhet e përdorura në to janë larg asaj që përfaqëson feja që ai dikur predikonte me zell. Kjo ngren një pyetje të madhe. A ishte përdorimi i fesë thjesht një strategji për të distancuar përkohësisht nga muzika për të rigjetur vëmendjen publike në një formë tjetër? Apo ishte një periudhë e vërtet reflektimi që më vonë u zbeh për shkak të presionit të suksesit dhe nevojës për të qenë sërish në qendër të vëmendjes? Ironikisht, ndjekësit që dikur e mbështeten për devotshmërinë fetare, sot janë po ata që e kritikojnë më shumë për rikthimin e tij në botën që dikur e konsideronte haram. Megjithatë, klikimet e tyre, qoftë për kuriozitet apo për të kritikuar, e kanë bërë Feron sërish një nga emrat më të përfolur dhe të klikuar në skenën muzikore shqiptare. Në fund të ditës, kjo situatë tregon një realitet të hidhur. Feja, për disa figura publike, po bëhet mjet për të përfituar kredibilitet të përkohshëm, ndërsa besimtarët e sinqert ndjen të zhgënjur dhe të përdorur. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!